Fëmijëria e saj nuk matet me lodra të zakonshme, por me elegancën e një koleksioni të rrallë prej 100 kukullash porcelane. Janet Isufi është vetëm 10 vjeçe, por pasioni i saj lë të kuptosh se mbart në shpirt një botë të tërë historie dhe arti, pasqyrë elegancës dhe finesës që e karakterizojnë që në këto vite të para. Kjo është kukulla ime e parë, ajo quhet Moneka. Mami këtë e ka bler ditën e Krishtlindjes pa ardhurën e jetë. Dhe idenë e këtij koleksioni e ka patur po mami, me dëshirën për të më mësuar të bukurën dhe elegancën. Por e veçanta është se ky koleksion është krijuar me shumë dashuri nga babi, i cili më bleu 7 kukullat e para, dhe mua më pëlqyen shumë ato, që më lindi ideja të bëj një koleksion. Kukullat prej porcelane u krijuan për herë të parë në Evropë rreth shekullit të 18 në fabrikat e njohura të porcelanit në Gjermani dhe Francë. Fillimisht ishin të rralla dhe shumë të shtrenjta, ndaj përkisnin vetëm shtresave të larta të shoqërisë. Veshjet e tyre pasqyronin modën e kohës dhe përfaqësonin elegancën e aristokracisë. Më vonë, në shekullin e 19, kukullat u bën lodra të çmuara për vajzat e familjeve të pasura, por edhe objekte arti dhe trashëgimie. Po cila është e veçanta e këtyre kukullave dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra? Unë mësoj për tyre, sepse secila ka një histori. Ato janë të shoqëruara me pasaportat e tyre. Ja, është kjo. Aty ka emrin, stilin e veshjes dhe jetesën shoqërore të tyre. Sot koleksioni i krijuar nga Janet është një udhëtim i gjallë në histori. Çdo kukull prej porcelane është dëshmi e delikatesës, bukurisë dhe finesës së një epoke, por njëkohësisht edhe shenjë pafajësisë dhe dashurisë për artin. Ajo është mbesë e artistëve të mëdhenj të qytetit tonë, Ilmi dhe Janeta Belshaku, ndaj duket se eleganca, delikatesa dhe ndjeshmëria për të bukurën janë gjëra që shkojnë përtejë rastësisë. Dëshira ime e madhe është që ta bëj këtë koleksion sa më të madh dhe ta trashëgoj si një pasuri e prindëve të mi. Por Janet nuk ndalet vetëm te kukullat, ajo është gjithashtu një pianiste e talentuar dhe për të, muzika dhe kukullat janë dy gjuhë të ndryshme të së njëjtës ndjeshmëri. Në kujtim të gjyshit tim artist, gjyshi Ilmiut, që bizetoja shpesh për pianon dhe kukullat, unë dua të luaj një pjesë që ai e pëlqente shumë, kampanelen. Ky koleksion nuk është vetëm një pasion i fëmijërisë, por një dëshmi e qartë se arti nuk njeh moshë. Në sytë dhe duart e një vajze të vogël, kukullat prej porcelane shndrohen në një urlidhse mes së shkuarës dhe së ardhmes, mes traditës dhe ëndrave.